Të nderuar televizionistë të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi i Krishterë Ortodoks. Patjetër që tema që do të flasim sot ka lidhje me atë çfarë ne të Krishterë Ortodoks presim të startojmë, pra agjërimin dhe Kreshmën e Madhe. Kështu që sot do të flasim për këtë praktikë të kishës shekullore, pra për agjërimin dhe kreshmimin, që të dyja janë praktika të ndjekura në kishën tonë ortodokse. Por ta sqaruar, agjërimi është një abstenim i ushqimit gjatë gjithë ditës deri në të perënduar të diellit dhe mund të thyet me bukë dhe ujë ose mund të mbahet i plot 24 orë. Kurse kreshmimi do të thotë që mund të hash ushqime me bazë bimore duke abstenuar, përjashtuar ushqime me bazë shtazore. Pra ky është agjërimi dhe ky është kreshmimi. Këto dy praktika janë praktika që kisha jonë ortodokse i mban me rigorozitet prej shekujsh. Por ku e mbështet kisha ortodokse praktikën e agjërimit dhe kreshmimit që e ka në formë të theksuar asketike? Patjetër që nuk e mbështet në zakone njerëzore apo si them në tradita krishtere, por e mbështet në shkrimin e shenjtë, e mbështet në traditën apostolike, e mbështet në kanonet e kishës dhe në mësimet e etërve të kishës dhe në praktikën e etërve të shenjtë dhe oshënarve. Le ta marrim me radhë. Në fillim le të shikojmë tek shkrimi i shenjtë ku na flitet për agjërim dhe kreshmim. E para na flitet që në Zanafillë, që tek kopshi i Edenit, ku Perëndia i tha Adamit dhe nëpërmjet Adamit Evës: ha nga gjithë pemat e kopshit, po mos ha nga pema e të mirës dhe të keqes. Këtu kemi një urdhër kreshmues. Por kemi tek profeti Mojsi, i cili u thirr nga Perëndia të ngjitet në malin Sina, dhe atje qëndroi 40 ditë e 40 ditë pa ngrënë dhe pa pirë, as bukë as ujë. Dhe mbas 40 ditësh ai mori nga Zoti 2 pllagat e gurit, ku ishin 10 porosit të shkruara me gishtin e Perëndisë. Kemi profetin Ilia, i cili mbasi u ushqye me bukë dhe ujë nga një ëngjëll, udhtoi për 40 ditë pa ngrënë dhe pa pirë në malin Oreb. Dhe atje ai pati një takim personal me Zotin. Kemi profetin Daniel dhe 3 djemat e bekuar, të cilët agjëronin dhe kreshmonin në Babiloni. Kemi po ashtu banorët e Ninivës, të cilët agjëruan mbasi pranuan predikimin ose lajmërimin që i bëri profeti Jona se Niniva do të shkatrohet. Por ata agjëruan të gjithë, nga i vogli tek i malli dhe njerëz dhe kafsh, nga mbreti tek i varfërit, dhe Zoti pati mëshirë dhe shpëtoi Ninivën. Por përveç në dhjetën e vjetër, ku dhe populli i Izraelit kishte ditë të caktuara agjërimi, madje ata mbanin si praktik edhe një javë një agjërim, e shikojmë tek parabola e fariseut me ta gramblezit që burret para Zotit që unë agjëroj 2 herë në javë, pra agjërimi ishte 1 herë, ai e bënte 2 herë, por në dhjetën e re përsëri na flitet për agjërimin dhe kreshmimin. Dhe më konkretisht na flitet për personin e Zotit tonë Jezu Krisht, i cili është themeluesi i dhjetës së re. Kur Zoti Jezu Krisht në moshën 30 vjeçe vajti dhe u pagëzua në lumin Jordan nga Joan, parencët e pagëzuar, atëre Shpirti i Shenjtë e drejtoi në shkretin e Jordanit. Dhe atje ai agjëroi 40 ditë e 40 ditë pa ngrënë dhe pa pirë dhe e mori uria mbas agjerimit 40 ditësh, dhe aty pati luftën e parë ose përplasjen e parë me djallin, i cili erdhi ta tundonte duke thënë: në qoftë se ti je biri i Perëndisë, thuaj këtyre gurëve të bëhen bukë. Por Krishti, edhe pse ishte i agjëruar, pra totalisht pa ushqim, ai e mundi djallin duke thënë: largohu prej meje Satana, sepse është shkruar që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, apo nga çdo fjalë që thot Perëndia. Kështu, agjërimi dhe kreshmimi i krishter mbështetet tek ajo çfarë bëri Krishti. Prandaj etrit e shenjtë na thon, ne ndjekim, imitojmë Krishtin. Por vetë Krishti mësoi apostujt për agjërimin dhe kreshmimin. Kur ju thot për shembull kur të agjëroni, dhe jep mësime se si duhet të agjëronin, që ata nuk duhet të tregoheshin si të lodhur, si të munduar, si të fikur, që mos të ishin simpatinë e turmës, siç bënin dhe farisejnë. Ose nëse agjëroni, pra janë të gjitha këto që kemi në shkrimin e shenjtë. Përkundrazi apostujt, jo vetëm që i pranuan këto
si mësime të Krishtit, por ata dhe i vunë në praktik. Madje ata agjeruan nga ushqimi total ato 3 ditë ku Krishti si njeri vdiq në kryq dhe u varros trupi i tij në varr. Dhe e prishën agjerimin vetëm kur morën vesh lajmin e ngjalljes së Krishtit. Krishti i tha apostujve edhe diçka tjetër, se agjerimi është një mjet kundër demonëve. Ai thot, ky lloj djalli, rangu demonësh, derse vetëm me lutje dhe me agjerim, siç na thotë Evangjisti sipas Markut. Pra, etrit i përdorin këto si provë të rëndësishme për të na thënë se agjerimi dhe kreshmimi janë 2 praktika të cilat nuk janë metoda njerëzore ose tradita njerëzore, po janë mësime hyjnore, si në dhjetën e vjetër, që Zoti i tha nëpërmjet urdhresave dhe praktikave tek profetët, po në dhjetën e re në vetë personin e Zotit Jezu Krisht dhe të apostujve. Tek libri i veprave të apostujve na thuhet për apostujt të cilët e kishin një praktik rutin agjerimin dhe kreshmimin. Ata shërbenin Zotit dhe i agjeronin, na thuhet tek libri i veprave të apostujve. Ose kemi një rast tjetër përsëri tek libri i veprave, pasi agjeruan dhe u lutën. Është kapitulli 14 vargu 23, pra e themi si një fakt. Pra agjerimi ishte apostolik. Kjo është shumë e rëndësishme. Tradit apostolike. Në Didakin, që është një libër për na treguar mënyrën se si të krishterët praktikonin besimin e tyre në shekullin e parë, thuhet se ishte një praktik e vendosur nga apostujt, taksative mund të themi, e detyrueshme, agjerimi të mërkur dhe të premte, ashtu siç e kemi edhe ne të krishterët, pra kemi agjerim dhe kreshmim të mërkur dhe të premte. Dhe ortodoksia që nga shekulli i parë e ruan këtë praktik çdo javë. Por kemi dhe kanonet kishtare, shumë kanone flasin për agjerimin dhe kreshmimin që është shumë i rëndësishëm. Etrit e shenjtë, për shembull Shën Vasili ma thot, agjerimi është aq i vjetër sa vetë njerëzimi, sepse e nis që me zanafillën, që me Adamin dhe Evën që ju dha ligji kreshmor. Hani nga gjithë pemë të kopshtit, po mos hani nga pema e të mirës dhe të keqes. Shën Athanasi, një tjetër ati madh i kishën, thot, pa agjerim nuk mund të festojmë si duhet Pashkën. Pra është i detyrueshëm jo si qëllim, por si një mjet që na çon tek ngjallja e Krishtit. Por përveç saj, edhe liturgjia e kishës është brenda organizimit të saj dhe në pjesën e saj liturgjike, në librat dhe shërbesat, na flitet për agjerimin dhe kreshmimin, si në himnologjin e saj, dhe na flet dhe në kuptimin teologjik. Prandaj, kisha na mëson, agjerimi është bindje ndaj Zotit, është mënyrë ose ndim për pendim, për pastrim, dhe kisha ortodokse e mbështet pra agjerimin jo thjesht në praktika njerëzore, por duhet ta theksojmë në shkrimin e shenjtë, në shembullin e Krishtit, të apostujve, në traditën e shenjtë, në kanonet e shenjta, në etrit e kishës. Kështu që të dashur të krishterë, askush nuk mund të akuzoj kishën ortodokse që ka shpikur disa praktika të cilat nuk janë me urdhër hyjnor, po janë thjesht njerëzore dhe këto praktika atëherë ne nuk mund edhe t'i dëgjojmë dhe nuk mund t'i praktikojmë. Por, aq më tepër ne që jemi të krishterë ortodoks, nuk duhet t'i dëgjojmë këto zëra të cilat nuk duan që ne t'i bëjmë këto urdhresa hyjnore, pra ta agjerojmë dhe kreshmojmë, por ne duhet t'i bindemi shkrimit të shenjtë, traditës së shenjtë, duhet t'i bindemi apostujve, duhet t'i bindemi kanoneve të kishës, duhet t'i bindemi etërve të kishës, që na flasin për kreshmim dhe agjerim. Dhe në mënyrë të veçantë ne duhet të imitojmë Krishtin, sepse kreshma, që është 40 ditore, pastaj është dhe java e madhe e pësimeve, e ka, si them, të gjithë atë bazamentin, startin e vet tek agjerimi që bëri Krishti 40 ditë e 40 netë në shkretëtirën e Judes. Pra, është ai që tham, ne imitojmë Krishtin. Nëse jemi të krishterë, do bëjmë atë çfarë ka bërë Krishti. Dhe Krishti, edhe pse nuk ishte nevojë për agjerimin dhe kreshmimin, dhe për këtë do të flasim pak më poshtë, por ai e bëri që të na i japi si shembull. Prandaj, le ta përcaktojmë mirë këtë gjë, që agjerimi dhe kreshmimi
nuk është një zakon njerëzor, por pjesë e besimit ortodoks, që nuk devion as majtas, as djatas, nuk revizionohet, dhe etrit e kishin na thonë se agjerimi fillon që nga parajsa, sepse agjerimi është pjesë e natyrës së parë të njeriut, përpara rënies, por është dhe rruga që e ndihmon njeriun të kthehet në gjendjen e tij origjinale në Perëndin, siç ishte në kopshin e Edenit. Por le të flasim pra se ç'kuptim kishte ai urdhër që Zoti i dha Adamit dhe Evës, që hani nga gjithë pemë të kopshit, por mos hani nga pema e të mirës dhe të keqes. Pra, ishte një urdhër kreshmimi. Etit shpjegojnë se parajsa nuk ishte vetëm me pemë dhe ujë, por gjendje bashkimi me Perëndije. Pra, me Perëndin. Ishte një vend ku njeriu takohej me Zotin. Si thuhet, në të perënduar të diellit, kur perëndon të dielli, shfaqej edhe Perëndia. Dhe njeriu shikonte aq sa mundej ai prezencën e Perëndis. Dhe Perëndia takohej me njeriu siç takohet ati me fëmijët e vet, kur mblidhen të gjithë së bashku në shtëpitë e tyre. Pra, në këtë gjendje lumturie dhe shenjtërie, trupi dhe shpirti njerëzor udhiqej lirshëm drejt Perëndis, dhe kreshmimi ishte natyror. Pra, hanin nga gjithë pemët, por nuk hanin nga pema e të mirës dhe e të keqes. Dhe kjo nuk ishte mundim për njeriu. Shë Maksim Rëfysi na thot, parajsa ishte vendi ku njeriu tonte sipas rregullave të Perëndis, dhe rregulli i parë është rregulli kreshmor. Hani këtë, mos hani këtë. Dhe ushqimi ishte mjet jo i dëshirave, por jetës së shenjtë. Pra, agjerimi ishte pjesë e natyrës njerëzore ose kreshmimi, dhe patjetër që kjo ishte pjesë e natyrës njerëzore, dhe këtë para se ai të binte në mëkat. Pra, nuk ishte diçka që u vendos si një mjet për ta ndalur ose ta larguar njeriu nga mëkati, por ishte në natyralitetin e njeriu që njeriu duhet të kishte dallim dhe të kishte, si të them, të kishte mas, edhe në të ushqyret, edhe brenda parajsës. Prandaj e përsërisim, siç na thonë dhe Etri dhe Kishës, agjerimi dhe kreshmimi ishte pjesë e natyrës origjinale ose asaj që krijoi Perëndia. Adami nuk ishte i prirur nga epshet e rënda, siç ndodhi mbas rënies. Por mos haja nga pema e njohjes së të mirës dhe të keqes ishte forma e parë, siç tham, e kreshmimit dhe disiplinës shpirtërore. Perëndia e vuri këtë rregull kreshmimi, jo se pema e të mirës dhe të keqes ishte diçka e mallkuar në vetvete. Jo, përkundrazi, sepse Zoti nuk mund të bënte diçka të keqe dhe ta vendoste në kopshin e Edenit. Por ishte një rregull disipline, rregull bindje, që njeriu në lirinë e tij të ushtronte këtë liri dhe të bindej ndaj Zotit për treguar dashurinë dhe mirënjohjen e tij ndaj Zotit. Pra, kreshma ishte disiplinë dhe ishte një kusht për tu provuar njeriu. Prandaj edhe kreshma që ne mbajmë dhe agjerimi që mbajmë në Kishë, sidomos në këtë periudhë, provon sa besimtar jemi. Pra, do ta mbajmë. Dhe kjo tregon se ne besojmë tek Perëndia, kemi frikë Perëndie, kemi dashuri ndaj Perëndis dhe bindje ndaj Kishës, ose nëse ne nuk e mbajmë, sa do të justifikohemi, ne nuk kemi besim, nuk kemi frikë Perëndie, nuk i bindemi Kishës, dhe kujt i ngjajmë? I ngjajmë Adamit dhe Evës, të cilët nuk u bindën ligjit kreshmor fatkeqësisht dhe prishën kreshmën, hëngrën nga fruti i ndaluar. Pra, kur Adami dhe Eva mëkatuan, agjerimi dhe kreshmimi nuk u zhduk se ishte urdhër, por më vonë u bë i vështirë dhe me sakrifica. Tradita thot që Adami dhe Eva qëndruan 40 ditë e 40 netë në portën e parajsës, sepse ato u përzuan nga parajsa, dhe një angjëll, një serafim me shpatë flakuruse nuk i lente të hynin në parajsë, sepse në gjendjen e tyre mëkatare, rebele, ata mund të hanin nga pema e përjetësisë që ishte në mes të kopshit, do bëjshin përjetshëm në të keqen e tyre, do bësh si djalli, por Perëndia nuk i lejoi. Edhe pse ata agjeruan, nuk ëngrën, abstenuan çdo ushqim të parajsës për të futur brenda, sepse nuk mjaftoi agjerimi dhe kreshmimi të falte mëkatin Adamit dhe Evës. Duhej një flijim me gjak, dhe kjo do vinte më vonë, kur biri i Zotit të bëhej bir njeriu dhe si qingji Perëndisë shlyhej mëkatin e Adamit dhe Evës dhe gjithë racës njerëzore. Por
Edhe pse Adami dhe Eva pra dolën nga parajsa, ata vazhduan agjerimin dhe jo vetëm 40 ditë, por kjo u transmetua të gjithë raca njerëzore, por më vonë agjerimi dhe kreshmimi do bësh i vështirë. Pra, me anë të agjerimit dhe kreshmimit në parajsë njeriu tregonte bindjen, që dhe kjo do ta bënte të aftë që ndronte në parajsë, por me largimin nga parajsa, agjerimi dhe kreshmimi do të bënte që njeriu të tregonte pendimin dhe kthimin për të hyrë në parajsë. Prandaj këtë kuptim ka sot agjerimi dhe kreshmimi. Është një mjet rikthimi për të na rikthyer atje ku dolëm. Dolëm duke mos mbajtur kreshëm, hym duke mbajtur kreshmën. Pra bëjmë të kundërtën e asaj çfarë bëri Adami dhe Eva. Prandaj agjerimi dhe kreshmimi është kthim në parajsë. Dhe parajsa nuk është thjesht e kopshi, është vendi ku takoheshin njerëzit dhe Zoti. Etrit e shenjtë shohin çdo kreshëm si kthim tek gjendja e Adamit të parë. Prandaj është shumë e rëndësishme, po ta shikoni në kalendarin liturgjik, që e diela që është e diela që na përgatit neve për ty në kreshmën e madhe, që quhet e diela e të lidhurit të djathtit, quhet edhe e diela ku na tregohet vajtimi i Adamit, largimi i Adamit nga parajsa. Pra, që ne të kuptojmë se, siç thash, Adami dhe Eva dolën nga parajsa thjesht se nuk mbajtën ligjin kreshmor, ne duhet bëjmë të kundërtën, që duke mbajtur ligjin kreshmor, pra të ham ato që lejon kisha dhe mos ham ato të tjerat, ne tregojmë pendesën dhe dëshirën për rikthim. Shonja Angujati na thot, agjerimi dhe kreshmimi është udhkryqi që të çon përsëri në parajsë. Pra njerëzit janë sot në një udhkryq. Nuk din shpeshherë kë rrugë të marrin, por një nga mjetet që na çon drejt parajsës ku dëshirojmë të rikthehemi është agjerimi dhe kreshmimi. Agjerimi nuk është dënim, por është një mjet i shenjtë për të rikthyer shpirtin te natyra e tij origjinale. Kjo është arsyeja pse kreshma është e shenjtë. Pra nuk është një grevurie që shpeshherë kërkon edhe frymra kundërshtare të na i thot, ose siç na akuzojnë ne krishterë ortodoks, që ata janë njerëz që te kalojnë çdo gjë, ekstremista, bëjnë grevurie e tjera, çfarë mund të sjell kjo e kështu, që justifikojnë përtacinë e tyre. Por neve mbështetemi tek Shkrimi i Shenjtë, te tradita, te atë çfarë bëri Krishti, apostujt dhe shenjtorët. Pra, si përfundim mund të themi për këtë pikë, agjerimi filloi në parajsë, sepse njeriu ishte krijuar të ishte në bashkim me Perëndin. Dhe të rish në bashkim me Perëndin do bindje, do disiplinë. Pas rënies, u bë një betejë e vështirë agjerimi dhe kreshmimi, dhe them të drejtën, nuk është e lehtë të agjerosh dhe kreshmosh, por rruga për të rikthyer është përsëri agjerimi dhe pendimi. Por le të flasim tashmë për atë çfarë bëri Krishti, sepse ne thamë që Krishti agjeroi, kreshmoi, por pse e bëri Krishti këtë? Mos e bëri për mëkatet e tija, po Krishti s'ka mëkate, sepse ai është biri i Perëndis në natyrën e tij hyjnore, është edhe biri i njeriut, por natyrën e tij njerëzore ai nuk e mori nga fara e Adamit, pra nuk trashëgoi mëkatin e Adamit, por e mori nga fara e gruas që pati një lindje virgjërore. Prandaj, edhe si Perëndi dhe si njeri, Krishti nuk kishte mëkat. Dhe aq më tepër, duke mos pasur mëkat, nuk kishte pse të agjeronte dhe kreshmonte për një rikthim pendese tek Perëndia. Por pse e bëri Krishti këtë? Patjetër që e bëri se kjo ka kuptimet e veta dhe ka qëllimin e vet. Shënja Angujati na thot, ai agjeroi, jo sepse kishte nevojë, po për të na mësuar ne. Pra e para u bë shembulli i imitimit. Njerëz, keni nevojë të përdorni mjetin e agjerimit dhe kreshmimit për të kthyer nga vendi ku dolët, nga parajsa, dhe nga vendi që dëshironi të riktheheni. Krishti na tregoi rrugën, ai e bëri këtë rrugë me lutje, e bëri me agjerim dhe kreshmim, pra në shkret të tjerë, dhe vetëm duke lutur, agjeruar dhe kreshmuar, ai mundi si njeri 3 tundimet e djallit që janë 3 tundimet tona
lakmia e syve, dëshirimi i mishit, krenaria e jetës. Dhe e bëri këtë për të shëruar natyrën njerëzore të Adamit që ai e mori në veten e vet, atë natyrë të rënë. Shën Vasili ma thot, Adami u rrëzua nga mos agjërimi ose mos kreshmimi. Krishti na shpëtoi me agjërim dhe me agjërim të plotë. Adami nuk u bind Zotit, Krishti u bind plotësisht Atit. Prandaj Krishti quhet Adami i ri dhe ne marrim shembullin e Adamit të ri tashmë. Pra imitojmë atë dhe për ta mundur djallin ne do bëjmë siç bëri Krishti. Pra do agjërojmë, do kreshmojmë, do lutemi dhe do ta mundim me fuqinë e Krishtit, duke imituar Krishtin, tundusin, i cili na vjen me këto 3 tundime që i bëri dhe Krishtit. Pra është tundimi i mishit, kthej këto gur në bukë, është tundimi i lakmis, gjithë pasuritë e botës të jap ty, dhe është tundimi i krenaris, hidhur nga maja e tempullit, lakmia e syve, dëshirimi i mishit, krenaria e jetës. Por këto tundime që na vjen djalli, të gjithë njerëzve që vinë në këtë tokë, sidomos ne të krishterëve, nuk mundet dot neve t'i përballojmë, t'i largojmë, në qoftë se nuk besojmë te Krishti, nuk jemi bashkuar me Krishtin, nuk bëjmë atë çfarë bëri Krishti, pra që lutemi dhe të kreshmojmë dhe të agjërojmë. Shën Efrem Siriani thot, Krishti e mundi djallin me agjërim. Kështu që ata të krishterë që pretendojnë se janë krishterë, por neglizhojnë agjërimin dhe kreshmimin, ata jo vetëm që nuk e mundin djallin, po ata janë të mundur nga djalli. Dhe djalli ata nuk i shqetëson, i ka zënë rob, prandaj dhe ata nuk ndjen keq, madje i nxit për që sëndisur të krishterët serioz, të cilët agjërojnë dhe kreshmojnë. Por Krishti e bëri agjërimin e tij plot për të bekuar dhe përmbushur agjërimin e Adamit dhe Evës. Ne them që Adami dhe Eva agjëruan në kopshin, në portën e kopshit të Edenit, por nuk hyn dot, sepse agjërimi i tyre nuk ishte i përsosur, sa ata kishin mëkatin në veten e tyre, dhe mëkati deshte një sakrificë me gjak. Por Krishti e përmbushi edhe me agjërimin e tij të shenjtë, por dhe me sakrificën e tij në kryq. Pra, nuk mjafton vetëm të agjërojmë dhe kreshmojmë dhe kjo na bën të aftë për të hyrë në parajs, siç pretendojnë disa të feve tjera, që dhe bajnë agjërim. Për ne nuk është kjo. Ne hymë në parajs jo thjesht me praktikën dhe mjetet e agjërimit ose kreshmim. Ne hymë në parajs duke besuar në veprën shpëtimtare të Krishtit, si qingji Perëndis që shtyen mëkatet e botës. Por agjërimi dhe kreshmimi është një mjet për të na çuar në bashkim me Krishtin. Nuk është qëllim, është një mjet. Po pa një mjet ne nuk mund të shkojmë dot. Askush për shembull që do të shkojë nga një vend A në vendin B, nuk mund të shkojë pa përdorur këmbët e tij, pa përdorur një mjet lëvizës, pra duhet që të përdorim mjet. Kështu që një mjet për na çuar në bashkim me Krishtin është agjërimi dhe kreshmimi. Dhe nëpërmjet Krishtit ne shkojmë tek Ati. Prandaj Shën Athanasi thot, Krishti e bëri agjërimin rrugë shpëtimi, por e bëri dhe për treguar përulësi. Krishti e përuli veten. Dhe pse ishte biri i Perëndis, perëndi nga natyra dhe njeri i përsosur, ai u bind kësaj praktik penduese që e bëri Adami dhe Eva dhe pastaj profetët e dhjetës vjetër, populli i dhjetës vjetër, por Krishti e përuli veten, u identifikua me mëkatarët, edhe pse nuk ishte mëkat, si thot Apostoll Pavli. Dhe ai që s'ishte mëkat u bë mëkat për ne, që ne nëpërmjet tij bëhemi drejtësia e Perëndis. Kështu që Krishti mësoi nëpërmjet agjërimit dhe kreshmimit edhe përulësin. Çfarë tha Krishti? Mësoni nga mua se unë jam i përulur në zemër, i butë dhe i përulur në zemër. Kështu që agjërimi dhe kreshmimi kultivon përulësin. Bindja dhe përulësia janë dy kushte të panegocueshme që duhet i kemi që të shkojmë tek Perëndia. Nuk mund të takojmë Krishtin dhe nëpërmjet Krishtit Atin nëse nuk kemi bindje dhe përulësi. Por edhe diçka tjetër për të na mësuar në luftën shpirtërore. Pra, ne jemi në një luftë të dashur të krishterë. Nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, si thot Apostoll Pavli. Luftojmë kundër frymrave të errësirës që sundojnë në ajër, kundër demonëve. Por me çfarë luftojmë ne? Luftojmë me thika, luftojmë me armë, luftojmë me çfarë?
ne luftojmë me armët e Perëndis dhe një nga mjetet për të luftuar djallin është agjërimi dhe kreshmimi, sepse djalli aty e rrëzoi Adamin dhe Evën. Hani, sepse materia juve do t'ju bëjt pavdekshëm. Dhe brenda se materjes që, si them, qëndronte dia, kjo do t'ju liroj juve. U bë e kundërta. Njeriu e humbi pavdeksin dhe e humbi dhe diturin. Pra duhet bëjmë të kundërtën, pra dhe i themi djallit, jo, ne do ham, asa duam ne dhe si duam ne, jo si çdo ti. Prandaj, kjo është një mënyrë tjetër që Krishti e bëri për të na thënë neve që ta kundërshtojmë djallin. Ta kundërshtojmë djallin me armët e tij, me punët e tija. Pra që është ajo tundimi për të ngrënë. Po ne do bëjmë të kundërtën. Dhe neve duhet të pastrohemi para se të takojmë me Zotin. Dhe një nga praktikat e pastrimit që në dhjatën e vjetër, por që vazhdon në dhjatën e re, siç ishin tek apostujt dhe tek etrit, gjithë shenjtorët dhe të krishterë në çdo kohë, është dhe kreshmimi. Shën Grigor Pallamaj, shekulli të 15 na thot, Krishti agjeroi që të mësojmë të jetojmë shpirtërisht. Pse është e domosdoshme agjerimi dhe kreshmimi? Sepse e ngre shpirtin. Njeriu është një qenie psikosomatike, shpirt, trup, por është një lloj lavjer, si na thon etrit e kishës. Në qoftë se neve i japim rëndësi trupit, atëherë trupi në një farë mënyrë komandon shpirtin. Pra, ulet trupi dhe të riqet nga bota materiale, dhe kështu nuk e lejon shpirtin që ai të jetë i lirë të komunikojë me Zotin. Por në qoftë se ne e lehtësojmë trupin dhe e shirojmë trupin nga dëshirat, orekset, gjërat materiale, epshet, duke i vënë rregull dhe disiplinë nëpërmjet agjerimit dhe kreshmimit, atëherë shpirti lirohet, lartësohet dhe ngrihet drejt Zotit. Por nëpërmjet agjerimit dhe kreshmimit, neve ulim trupin dhe ngrem shpirtin. Në moment që ngrem shpirtin, na del gjithë shpirti ynë, si një lloj skaneri, dhe brenda periudhës agjëruese dhe kreshmuese ne mësojmë gjendjen tonë shpirtërore. Ashtu si shkon dikush që bën analizat, bën një skopi, bën një skaner dhe mëson se trupi i tij, organet e tij kanë gjërat që ai nuk mendonte se i kishte, dhe kështu fillon dërgjesimi, fillon terapia, fillon dëshirimi. Prandaj në këtë periudhë agjëruese dhe kreshmuese ne na dalin problemet tona, të karakterit, gabimet, mëkatet, pasionet, të cilat nuk i neglizhojmë, i përballojmë me realitet, me pendim, rrëfim. Prandaj dhe agjërimi dhe kreshmimi është mjet shenjtërimi. Jo se ne pastrojmë thjesht toksinat e trupit, se nuk është dietë ushqimore dhe për të hequr toksinat e trupit, se kështu ndonjëherë e kthejmë agjërimin dhe kreshmimin dhe na duket sikur çfarë po bëjmë. Jo, por ngrem shpirtin në nivel shpirtëror, e lehtësojmë shpirtin dhe merremi me shpirtin gjatë kësaj periudhe. Prandaj është një periudhë pastruese, shenjtëruese, që kështu agjërimi dhe kreshmimi na çon në tjetër mister, në misterin e pendim, rrëfimit. Etrit e shenjtë thotë, Krishti nuk kishte nevojë për agjërim, por ne kemi nevojë për atë. Kështu që kur Krishti vetë, që s'kishte nevojë, e bëri këtë praktikë, si mund të themi ne të krishterët, ose ata që pretendojnë se janë krishterë, se nuk kemi nevojë për agjërim dhe kreshmim dhe kanë hequr të nga praktikat e tyre, siç janë krishterët liberal në perëndim, heterodoks, që disa e kanë hequr fare, disa e kanë toleruar, por ne të krishterë ortodoks nuk e kemi hequr, as toleruar, por e mbajmë siç e mbante kisha në fillim, sepse janë si them rregulla, kanone të vendosur nga apostujt, nga Shpirti i Shenjtë dhe nga etrit e kishës. Por le të shikojmë se si u vendos ky rregull kishtar në kishën ortodokse ose në kishën apostolike, që nga shekujt e parë deri në shekullin e 4. Është shumë interesante të tregojmë se si ka evoluar agjërimi dhe kreshmimi. Kreshma ishte dhe agjërimi që në shekullin e parë, që në kohën apostolike tham, por atë formë që ka sot, me atë 40 ditëshin e saj ose me javën e pësimeve, e mori formën gradualisht
deri në shekullin e 4. Do të dim se në 3 shekujt e parë kisha përballoi një luftë madhe martirike dhe nuk kishte kohë dhe nuk kishte mundësi, nuk lejohej kisha se luftohej, kisha në katakombe që të ulej dhe të mendonte dhe të organizonte jetën kishtare, shërbesat, por dhe praktikat, edhe të vendoste rregulla kanone të përgjithshme, por në kisha lokale vepronte në forma ndryshme, tradita ndryshme, e ruante praktikën e agjerimit dhe kreshimit, po jo siç e kemi sot. Pra, si në shekullin e parë dhe dytë, ne na flitet për agjerimin dhe kreshmimin, por ishte fakultativ, mund të themi, pra sidomos përpara Pashkës mbarnin 1-2 ditë ose 40 orë, por jo ajo çfarë mbahet sot. Kjo formë e agjerimit dhe kreshmimit 40 ditor ka filluar në shekullin e 4, kur kisha psoi atë lirin. Në 313 mori në ediktin e Milanit, nëpërmjet Shën Konstantinit të Madh, kisha u dha liri si gjithë feve tjera që të ushtronte lirshëm fenë vet. Kështu që filloi tani që kisha të organizoi edhe praktikën e kreshmimit dhe të agjerimit. Prandaj u vendosën ato kanone që kemi neve sot. Pra, në shekullin e 4 kemi formimin e kreshmës së madhe, 40 ditore, Sarakosti ose Kuarezimo, që do thot 40 ditëshe. Dhe u vendos dhe që në atë kohë deri më sot nuk ka ndryshuar për ne krishterë ortodoks. Shën Athanasi i Madh, flasim shenjtor Ati i Madh i kishte shekulli 4, shkruan: kush nuk agjeron 40 ditë nuk është i denjë të festoj Pashkën. Pra shikoni kanonet kishtare që u vendosën edhe nga etrit e shenjtë. Prandaj, si agjeronin të krishterët e parë? Krishterët e parë kishin një agjerim më serioz, një disiplinë më asketike. Ata patjetër që nuk hanin mish, bulmet dhe në produktet, por zakonisht hanin edhe një herë në ditë dhe pra ishte asketike. Dhe kjo është praktika që mbante kisha ortodokse, por nuk po themi se duhet ta mbajmë në këtë format, duhet ta mbajmë brenda rregullit kishtar të përgjithshëm dhe pastaj në deviacione që mund kemi, ne do ta mbajmë në konsult me atin rrëfyes, sepse secili prej nesh ka specifikën e vet, ka moshën, ka shëndetin, ka punën, dhe si them ka gjendjen e tij sociale, pra, do të thënë, jo gjithkush është në të njëjtat rrethana që mund ta mbajë agjerimin dhe kreshmimin njësoj. Prandaj, kisha na jep atë të përgjithshme. Pastaj çdo gjë personale jo ta bëjmë me kokën tonë, jo me mendjen tonë, por në konsult me atin rrëfyes i cili na përfaqëson kishën tek neve dhe ai na jep si them atë çfarë ne duhet të bëjmë dhe atë çfarë vendos ati rrëfyes e pranon kisha dhe Zoti. Shën Vasili i Madh thot: agjerimi është aq i vjetër sa vetë njerëzimi, e tham, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për treguar se agjerimi dhe kreshmimi janë praktika shekullore dhe nuk duhen neglizhuar. Por Shën Joan Gojarti na thot: mos thuaj kam agjeruar, tregoje me veprat e tua. Pra, do me thënë, agjerimi nuk mjafton vetëm të jetë një abstenim i ushqimeve, dhe kjo ka qenë gjithmonë kujdesi i jetërve të kishës dhe çfarë dhe ka kisha deri më sot, sepse ndonjëherë ajo kthehet në një grevurie, kthehet edhe në një dietë, por duhet të alternohet agjerimi dhe kreshmimi që fillon nga ushqimi, pastaj duhet të agjerimi dhe kreshmimi nga veset, nga pasionet, nga mëkatet, që është nga më të ndryshmet, zëmërimi, epshi, inati, përgojimi, dobësit tona. Të gjitha këto, neve duhet ti ndalojmë, duke sforcuar veten të ndihmuar nga agjerimi dhe kreshmimi ushqimor, si që themi ushqimit jo, nuk do ha këtë, po do ha këtë, kështu i themi edhe pasionit dhe veseve. Për shembull, t'japim një shembull shumë të thjeshtë se ndonjëherë bëhemi dhe qesharak. Ka disa të krishterë që kanë praktikën e agjerimit dhe kreshmimit, por kur kanë për shembull një ves, le të japim një ves të thjeshtë. Dikush ka një ves duhanin. Dhe thot, jo, unë duhanin nuk e ndaloj dot. Po ç'kuptim ka
kur ti nuk ka mish, nuk ka bulmet, në një farë mënyrë nuk ka gjëra në produkte shtatëzore, por duanin, që është dhe i dëmshëm për shëndetin, sepse mishi, bulmeti, gjitha nuk janë dëmshëm për shëndetin, por ne nuk i ham, jo se i urrejmë, jo se i mallkojmë, por sepse kreshmojmë, për të ngrënë një kohë tjetër, por duani i cili është një ves, është temjani i djallit, është një pasion, është dëm për shëndetin si shtab, ti nuk e ndalon. S'të ka fare vlerë ai agjerim dhe kreshmim. Mor po të rish pa ngrënë dhe papir 40 ditë e 40 net, në qoftë se nuk e ndalon këtë ves, nuk ka kuptim. Si ta mbash barkun bosh edhe të shkosh me tym duani ose me erë duani përpara Krishtit, është absurditet. Prandaj, shikoni sa qesharak bëhemi. Kështu që duhet që të alternohet agjerimi dhe kreshmimi ushqimor me vese dhe pasionet. Dikush ka alkoolin, dikush ka një ves tjetër, argëtim tjetër, nuk flasim vetëm për ato që janë në lidhje me trupin, por dhe në ato që në lidhje me argëtimin. Kështu që çdo gjë që neve na ka robëruar, na shpenzon kohë dhe na ndan nga koha me Zotin dhe nga koha e të afërmit dhe na dëmton psikologjikisht, fizikisht, ekonomikisht, shoqërisht, ne patjetër duhet të abstenojmë atë. Dhe koha më e mirë për t'i thënë jo, një vese, një pasioni, një dobësie është agjerimi dhe kreshmimi. Por si do të arish ta bësh ti këtë? Si do t'i thuash vesit dhe pasionit që nuk të ndjek, nuk të vazhdoj më kur ti s'ke fuqi të heqësh thjesht një ushqim. Nuk po them të vdesësh nga uria, por ti thuash vetes nuk do ha këtë, po do ha këtë. Pra kur nuk e fillon nga ushqimi, nuk do ta vazhdosh me vesin e pasionit. Dhe kundërta, kur vesin e pasionit nuk do ta heqësh, kur nuk e nis me ushqimin. Dhe mbi të gjitha ke nevojë për fuqinë e Perëndis, se nuk është një mjet një qëllim në vetvete me kreshma dhe agjerim. Është mjeti që duhet alternuar me lutjen. Lutja është komunikim me Zotin, që zbret energjia, fuqia e Zotit tek ty. Dhe kjo duke alternuar me shërbesat kishtare, me lutje personale. Por, dhe mbi të gjitha, me atë që është fuqia më e madhe që ekziston në botë, trupi dhe gjaku i Krishtit. Prandaj gjatë kësaj periudhe kreshmore shtojmë kungatën hyjnore. Por me që gjatë kësaj periudhe gjatë javës kreshme të mëdha është periudhë pendese dhe liturgjia hyjnore që bëhet kungata është periudhë festive, ne të mërkurë dhe të premte marrim trupin dhe gjakun e Krishtit të shenjtëruar ditën e diel, dhe kjo shërbes që na e trupin dhe gjakun e Krishtit quhet e diela ose liturgjia e parashenjtëruar. Pra në liturgjinë e parashenjtëruar të mërkurë dhe të premte ose çdo ditë të kreshmës së madhe, përveç të shtunës dhe të dielës, ne marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Kjo na ndihmon që ne të vazhdojmë kreshmën. Pra, se ka disa të krishterë që fiksohen vetëm te ushqimi, fillojnë dietën ushqimore, fillojnë ato fasulet pa vaj dhe të gjitha ato ushqimet pa vaj, dhe lutje nuk bëjnë më, lexim nuk bëjnë, në kish nuk shkojnë, kungatën nuk e marrin, dhe në fund mburren sikur çfarë kanë bërë dhe vinë me mburje tek Zoti, thotë ja, unë 40 ditë hëngra fasule pa vaj, thjeshta pa vaj, ti tani duhet më shpërblesh mua. Kthehen si ajo agjerimi i fariseut, që u kthyen në të kundërt fariseut. Por nuk na ndihmon kjo. Ne duhet ta përdorim agjerimin dhe kreshtimin si mjet për të shkuar më shumë te Krishti. Kemi më shumë kohë për të marrë me Krishtin dhe për të bashkuar me Krishtin nëpërmjet misterëve të kishës, dhe misteri më i madh që është trupi dhe gjaku i Krishtit. Dhe agjerimi dhe kreshmimi vepron gradualisht, prandaj duhet dhe mbajtur 40 ditë. Është një praktikë shumë e gabuar që përhapet tek njerëzit, që thonë që filloj javën e parë dhe javën e fundit. Më mirë mos e bëni fare, sepse nuk sjell asnjë dobi. Pse nuk sjell asnjë dobi? Agjerimi dhe kreshmimi është një terapi, siç marrim ne terapi nga mjeku. Dhe kur e merr recetën nga mjeku dhe këshill nga mjeku, mjeku thotë do ta pish këtë ilaç, do ndjekësh këtë terapi kaq ditë në këtë mënyrë që të ketë efekt. Shpeshherë na ndodh neve
që e bëjmë veten më mjek se mjekun, dhe për shkak të përtatësisë, për shkak të dhimbjeve ose lodhjes, o nuk e di, ka shumë justifikim, pas gjë nuk të justifikon, ne e lëm terapinë. Bëhemi mirë për shembull duke pirë 3 ditë ilaçe dhe pastaj e ndalojmë terapinë dhe kthehet sëmundja më rënd se para dhe do më shumë kohë për t'u larguar. Pse? Se nuk e kemi mbajtur terapinë, ashtu siç na tha mjeku. E njëjta gjë ndodhe me agjërimin dhe kreshmimin. Terapia është 40 ditë dhe jo më kod 40. Numri 40 është numër plotësie, nuk është kod 40 ditë. Pra, ne nuk besojmë te numrat, numerologjia, por ne besojmë në ato çfarë Zoti i jep një kod përcaktuar 40 ditë dhe brenda kësaj 40 ditësh në mënyrë të padukshme, të mistershme, agjërimi dhe kreshmimi vepron në shpirtin dhe trupin tonë dhe jep rezultate duara. Pra duhet koha e caktuar, jo siç e duam neve. Më mirë mbaj një agjërim dhe kreshmim më tolerues, por e mbaj 40 ditë plot, se sa të mbar të fortë, të shtrënguar javën e parë dhe javën e madhe dhe s'ke bër asgjë. Prandaj duhet të kemi kujdes edhe me këto praktika që shpesh janë njerëzore, por që nuk janë nga Zoti dhe nga kisha. Por çfarë na thonë etrit e kishës, dhe le të përmendim disa etër të kishës në lidhje me agjërimin dhe kreshmimin dobin, sepse kur themi etrit e kishës, ne themi ata të krishterë të cilët jo vetëm i bën këto praktika, po spikatën dhe u bën shembull imitimi. Ata, domethënë, imituan Krishtin dhe neve imitojmë Krishtin në shembullin e këtyre, sepse ndonjëherë na krijohet ideja që mirë, Krishti i bëri këto, agjëroi 40 ditë e 40 net, po ai ishte Zot, mund ta bëjmë neve. Njeriu është njeri, ne jemi mëkatar, jo të dashur të krishterë. Prandaj kisha ka shenjtorët. Pse janë shenjtorët? Për treguar se shenjtorët që janë të çdo moshe, nga fëmijë deri te plaku, nga mbreti deri i varfri, nga i diturit e ignoranti, por të gjithë ata ja bëjnë atë rën e shenjtorëve për na treguar neve se edhe ne jemi si ata, me mish dhe me gjak, por ata ishin nxënësa serioz. Dëgjuan dhe zbatuan çfarë i tha mësuesi. Mësuesi është Krishti. Kështu edhe neve, nëse duam të marrim atë provimin e madh para Zotit, duhet të bëjmë ato çfarë bëri Zoti dhe të imitojmë ata nxënësit e mirë. Nxënësit e mirë janë shenjtorët dhe shenjtorët ato çfarë tha Krishti i bën. Ka shenjtorë që mbajtën agjërim si Krishti, pa ngrënë dhe pa pirë, ose diçka më pak, ose pra periudha të gjata dhe tjera. Dhe të gjithë ata jo vetëm i bën, por dhe na mësuan dhe na dhan shembull frymëzimi. Ja çfarë thot për shembull Shën Joan Gojarti, shumë i dëgjuar: agjërimi është ilaç, por ilaçi nuk bën dobi nëse përdoret gabim. Është ajo që thash pak më përpara. Pra duhet ta përdorim në kohën dhe në mënyrën e duhur. Vazhdon, nuk mjafton të mos hash mish, por duhet të largohesh nga zëmrimi, urrëtia, gënjeshtra, mëkati. Në një vend tjetër na thot Shën Joan Gojarti, ti thua që nuk ha mish, po ha vllajën tënd, si jo se e kanibal, po ha vllajën tënd me thashë theme, me gjykime, me sherrë, me inate. Çfarë kuptimi ka agjërimi dhe kreshmimi? Thot, më mirë ha mish, dhe zoge pula dhe peshk, se sa të hash vllajën tënd. Më mirë prish agjërimin, prish kreshmimin, por pajto dhe mos bëj sherrë e mos mbaj inat. Shën Vasili Madh thot, agjërimi na kthen në gjendjen e Adamit para rënies. Pra shikoni sa e rëndësishëm. Sipas etërve, tham që Adami u rrëzua nga mosbindja, kreshma është e kundërta, është bindja. Pra kreshma është rikthim tek Perëndia. Shef Efrem Siriani, që gjatë kësaj periudhe ne përdorim dhe një lutje të Shën Efrem Sirianit: Zot dhe mjeshtër jetësime, mos më jep frymë portese, kurreshtje, lavdidashje, kocësie, po fal me frymë urtësie, porësie, durimi, dashuri. Vlerëso mo Zot dhe mbret, shikoj fajet e mia e mos e gjykoj ti vlla, është lutja e Shën Efrem Sirianit, dhe ai na i ka mësuar këtë lutje nga praktika e vet. Shën Efremi nuk e bëri këtë lutje t'ja mësonte kishës, por kisha e mori këtë lutje të Shën Efremit dhe e pa si një lutje jo thjesht nga një individ, por të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë që na tregon qëllimin e kreshmimit dhe agjërimit, që nuk është vetëm dietë, por detoks i shpirtit dhe largim nga mëkatet dhe pasionet dhe bashkim me Zotin dhe me të afërmin. Shën Dorotheu i Gazës thot,
sa më shumë afrohet njeriu te Perëndia, aq më shumë i sheh mëkatet e veta. Dhe një nga mjetet për skaneri për të parë mëkatet tona është agjerimi dhe kreshma. Prandaj Shën Athanasi Madh na thot, ne agjerojmë që të bëjmë të denjë për Pashkën, shumë e rëndësishme. Pra nëse neve duam të përgatitemi për Pashkën, përgatitja për Pashkën si një mjet ka agjerimin dhe kreshmimin i alternuar me të gjitha të çfarë tham. Shën Theofani i mbyllur thot, kreshma është kryq i vogël i çdo të krishteri. Çfarë tha Krishti? Kush do të vinë mbas meje, moj vetëm të marr kryqin e tij të më ndjek pas. S'mund të shkosh lehtë dhe me duar në xhepa tek Zoti. Duhet patjetër të ngresh kryqin, dhe një nga mundimet e kryqit është dhe kreshma agjerimi. Nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur. Shën Maksim Rëfysi thot, agjerimi është vërtet largimi nga e keqja. Pra të gjitha këto na i thon etrit e shenjtë dhe e përfundojmë këtë bisedë që mund të jetë shumë e gjatë, por ne për shkak të minutazhit e përfundojmë se çfarë do bie na sjellë agjerimi dhe kreshmimi. E para është dobi shpirtërore, por dobi edhe trupore. Janë të alternuara me njëra tjetrën. Shikoni çfarë thotë Shën Joan Gojarti. Agjerimi lehtëson shpirtin dhe bën mendjen të kthjellët. Pra, agjerimi ul pasionet, qetëson mendjen, pastron zemrën, njeriu bëhet më i qetë, më i përulur. Njeriu i afrohet Perëndis. Thotë Shën Vasili Madh, agjerimi është shoku i lutjes. Pra, një njeri që do të lutes nuk mund të lutet me barkun plot që i vjen gjumë, dhe ka dëshira dhe pasione, por duhet të agjerojë, dhe kur agjeron, kur jep trupit pak dhe aq sa i duhet, atëherë njeriu ngrihet shpirtërisht, lutet aman, bisedon me Zotin, jo thot fjalë që as vet nuk i kupton. Shën Efrem Siriani thot, agjerimi është arma kundër demonëve. E tham atë çfarë tha Krishti. Pa agjerim dhe lutje djalli nuk largohet. Sjell për ulsin. Shikoni çfarë thot Shën Isak Siriani, stomaku i mbushur nuk njeh për ulsi. Një njeri i cili gjithmonë është i tengopur dhe ka mendjen vetëm te gjërat materiale, ai është mbushur me ego, me krenari, sepse aty fillojnë ato pasionet. Siç i filloi Adami dhe kur e hëngri frutin, aty gëluan gjithë pasionet dhe i egos dhe i krenaris. Kështu e njëjta gjë. Nëse një njeri ka stomakun mbushur, ka edhe shpirtin e mbushur, por me çfarë? Me egoizëm, me krenari, dhe ai duhet ta zbrazi këtë, duke zbrazur stomakun, zbraz dhe shpirtin nga egoizmi e krenaria dhe tregohet i zbrazur, i përulur, që të mbushet me hirin e Zotit. Pra, janë shumë të mira që na sjell agjerimi dhe kreshma. Shën Serafimi Isarovi thot që agjerimi dhe kreshma fiton paqen. Fito paqen dhe shumë do të shpëtohen rreth teje. Ndihmon qetësimin e zemrës, por le të flasim edhe për dobit trupore. Shikoj çfarë thot Shën Vasili Madh. Agjerimi është nëna e shëndetit. Disa na thonë në këtë periudhë, çfarë bëni, do smureni, duke filluar dhe brenda familjes, bashorti bashortës ose kundërta prindër fëmijëve ose fëmijët me prindër me njëri tjetrin, miku me të afrin, thotë, do smureni, do rëndoheni, do shkoni në spital etj. Por kur shkojmë në spital, sidomos në këtë periudhë të konsumizmit, që na kanë dalë shumë sëmundje, që na kanë dalë në mënyrë që ne nuk imagjinojmë dot nga mungesa e tepërt të ushqimit, se ne mendonim se duke ngrënë shumë, do kemi shumë shëndet, por ja që doli e kundërta, çfarë thot mjeku? Ule të ngrënin, mos ha shumë dhe pa kriter, dhe gjëra të cilat kanë shumë kalori etj. Dhe të vënë dietë. Por kisha ta ka vetëm dosur dietën shumë më përpara. Prandaj, agjerimi është nëna e shëndetit, nuk e shkatron shëndetin. E kundërta është dëmi shëndetit, grykësia. Prandaj, agjerimi dhe kreshmimi janë vetë kontroll. Të kontrollon edhe ushqimin, që është shumë i rëndësishëm. Është një nga problematikat që ka sot shoqëria, që s'ka kontroll në të ngrënë. Dhe agjerimi largon njeriu nga luksi i tepërt. Domethënë, kur njerëzit kërkojnë të kenë më tepër, te shikojmë për shembull shpeshherë që blejmë me lakmi dhe shumicën e tyre ndonjëherë e hedhim
dhe bëjmë dëm edhe ekonomikisht, por privojmë dhe tjerë nga ato çfarë duhet të kenë ata. Prandaj, agjerimi dhe kreshmi na mëson të kemi ato gjëra të nevojshme. Dhe kur agjerojmë dhe kreshmojmë themi sa shumë gjëra që mendojmë për të ngrënë dhe për të pirë, kur mund të jetojmë me gjëra shumë më të thjeshta, siç kanë jetuar dhe të parët tanë. Pra, ajo e qetëson trupin, e dekanton. Agjerimi, thot Shënjo Angujarti, heq rëndesën e trupit, shumë e rëndësishme. Kush agjeron dhe kreshmon, ka benefite, jo shpirtërore por dhe trupore. Në fund, a i thot, kam bërë shumë mirë. E ndje veten më mirë. Është një recet shpirtërore, por dhe trupore, që ka vendosur Zoti gjatë gjithë periudhës së vitit nëpërmjet kishës, me një urtësi të plot. 6 muaj të vitit ne agjerojmë dhe kreshmojmë. Dhe 6 muaj tjerë jemi të lirë. Pra bëjmë ballancimin e shëndetit. Kështu që ai njeri i krishterë që agjeron dhe kreshmon rregullisht gjatë javës ose periudhave të vitit, patjetër që ka shëndet shumë më të mirë, një jetë më të gjatë, më kualitative se sa atja që neglizhojnë agjerimin dhe kreshmimin. E fundi që do të themi e mbyllim me ato fjalë që thotë Shënja Angujarti. Nëse agjeron vetëm nga ushqimi, por jo nga mëkati, kot agjeron. Këtë le ta mbajmë në mendje dhe asnjëherë mos ta shikojmë kreshmën dhe agjerimin si një periudhë zie, por sipas Shën Theofanit të mbyllur është një pranverë shpirtërore. Çdo me thënë, pranvera shpirtërore na lajmëron se do vi vera e frutave. Kështu që neve tani kemi pranverën shpirtërore, lulëzon shpirti dhe jep fruta për Pashkën e Zotit. Prandaj le të fillojmë këtë pranverë shpirtërore me dëshirë të mirë, me hirën e Zotit, me kuptim, me disiplinë, siç na mëson Krishti, Kisha, Etrit e Shenjtë, dhe të vazhdojmë të startojmë të udhëtimin bekuar në hënën që vjen, që quhet dhe hëna e bardhë, dhe vazhdojmë rregullisht derisa ta mbyllim, që të hyjmë në javën e pësimeve, që të bashkëkryqëzohemi me Krishtin të premten e madhe dhe të bashkëngjallemi për Pashkë. Na duken si larg ditët, por ditët esin shumë shpejt dhe nuk do vonoj dhe do takohemi përsëri këtu bashkë duke folur për mbylljen e kreshmës dhe përgatitjen e javës së madhe. Prandaj, nuk na mbet gjë tjetër veçse ta urojmë njëri tjetrin kreshën të lehta. Mirupafshim në emisionin tjetër.